Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, kemi përmendur në takimin e kaluar se kush janë armiqtë tanë. Njëri me u pyet kë e ki armik, mund të përmend për shembull dikë për njerëzve, dikë nga popujt e ndryshëm. Ndoshta ajo është në fshinësi, është në punë ti, por zakonisht ne e konsiderojmë armik njeriu. Domthonë jemi armiq të njëri tjetrit. A është kjo baza e armiqësisë apo është armiqësi e shkaktuar nga një armiqësi tjetër? Njerëzit në esencë nuk janë krijuar me qenë armiq. Allahu e ka përmendur se njerëzit i ka krijuar që të njihen mes veti, të bashkëpunojnë dhe të besojnë në Allahun e Madhnuar. Mirë po armiqt e jashtëm i kanë bërë njerëz armik. Prandaj ne duhet me njoft kush na ka armiqsuar. Kush na ka bu kaq të acaruar mes veti? Kush na ka bërë që ta urrejmë kaq shumë njëri tjetrin fatkeqësisht? Shikoni sa ka urrejtje sot në botë fatkeqësisht, Allah na ruaj. Shikoni sa ka luftra. Madje edhe brenda neve këtu. Kur lexoj disa komente të njerëzve habitëm, nuk pajtohet me ty është normale, që ka mendim tjetër është normale. Mirë po, të ketë aq shumë armiqësi të akumuluar, që mezi pret me e shpërthy dikon qoftë edhe përmes një komenti dikon, është me të vërtet e pa kuptim dhe pa shpjegueshme. Ku buron tërë kjo armiqësi? Ku e ka venin? Për këtë ne po flasim. Dhe duke i luftuar ata armiq, ta zvogëlojmë armiqësinë mes vete. Nëse ata armiq nuk i luftojmë, edhe me keqe, nëse i përkrajmë ata armiq, shtohet armiqësia mes vete. Nga sa ta dojnë me na pa të armiqësuar, jo të miqësuar dhe jo bashkëpunues mes vete. Do më thonë, sikur se ka përmendur, armiqtë tanë nuk dojnë me na pa qysh don Zoti xhalla xhelaluhu. Nuk dojnë me na pa ashtu sikur se Allahu xhallahu ala ka kërkuar, nuk dojnë me na pa. Prandaj nëse si luftojmë bashkë të armiq, na armiqsojnë. Këta armiq janë egoja njeriut. Egoja, e brendshme ati, lakmiqare, e pangopshme. Kjo si armiqësi. Dunjaja, që kush se ka mëri krejt, s'ka përrecinte, njerëz për të luftojnë. Edhe krye armiku, baza e çdo armiqësie, shejtani mallkuar, është armiku që duhet luftuar. Ai nxit armiqësi mes njerëzve. Ai prodhon dasi mes njerëzve. Jo pse është i fortë. Jo për këtë. Allahu xhallahu ala përmend se kurthat e tij, cytet e tij janë të dobta. Por kur ne dobësohemi dhe kur nuk jemi të lidhur me Allahun xhallahu ala, ai bëhet i fortë. Do të thotë ai nëse nuk është i fortë, por ne e bëjmë të fortë për shkak se e dobësojmë lidhjen me Allahun xhallahu xhelaluhu. Kjo është çështje më e rëndësishme kuptu. Kjo është esenca e jetës të ndëruar vëllezër dhe motra. Kjo është baza e gjithçka që ndodh në dunjë. Andaj, këto nuk jipen në lajmet ditore. Në lajmet ditore dëgjojmë përplasje mes njerëzve, mes opozitës e pozitës, lufta mes njerëzve, situata të pakëndshme mes njerëzve. Dhe gjithmonë i komentojmë brenda njerëzve. Jo ka diçka që është jashtë njerëzve. E për këtë nuk flasim. Fatkeqësisht nuk flasim. Dhe kjo është ajo që po na dëmton. Dhe kjo është që e kam përmendur sara, ti kthehemi temave tona. Këto janë temat tona. Kush është armiku jon? E kemi përmendur se armiku jon është vetja jon. Na jemi armiq vetvetes. Këtë fjalë keni dëgjuar sara? Filoni është armiku i vetvetes. Kur punon kundër vetvetes. Për shembull të ndërum vëllezër dhe motra. Njeriu që pin drogë, e shkatron vetveten. Shkatron pasurinë, familjen, rënon shëndetin, rrezikon jetën. A mund të thuhet se ky njeri e don vetveten? Ky e don epshin, ky e don egon, ky e don një ndjesi të këndshme të mirë të momentit, ama vetes njeri nuk e don, nga sortu e prishë të e shkatërru. Asnjë qelizë e brendshme njeriut nuk ka raporte miqësore me këto substanca narkotike, me këto substanca dehese. Nuk ka mundësi të ketë raport miqësor me to. Gjithçka i lufton ato. Prandaj ato në baza të vazhdueshme tregojnë se ky është armik.
po njeriu prap insiston me pas mik. Dhe ka marrë mik për njërin se njëri për vetën e tij. Për këtë arsye Allah flet shumë për njërin. Dhe dietarët kanë përmendur se esenca e çdo belaje është njëri. Shejtani tenton me u problem njerit. Po kur e ka kontrollin brenda vetvetes, nuk mund t'ia shkaktojë problemin, çu don ai. Prandaj belaja me dunjan, belaja me shejtanin buron nga vetja jon. Ne duhet këtë me rregullu. Brendshmën tonë. Kemi betejë me veten. Dhe sikur që ka përmend. Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an se njeriu është kooperac. Ka problem me kooperacinë. Duhet me luftu kooperacinë. Njeriu ka problem me ignorancën, duhet me luftu ignorancën. Njeriu ka problem me mendjemadhsinë, duhet me luftu mendjemadhsinë. A përshini, gjitha këtu e mbetjet brendshme, tonat janë. E kur shejtani nuhat kooperacinë, ai shkon e shton. Kur shejtani nuhat prirjen për mendjemadhsi, ai shkon e shton. Shejtani nuk mund ta krijon mendjemadhsinë në vetën tonë, nga se është krijues. Por ai e nuhat se kemi prirje. Se nefsi njët, egoja e ti, mund të jepet ka kjo anë negative. Andaj i fryn shumë që të shkon atje. Esenca e belas ku është? Vetja jonë. Na jemi fatkeqësia jonë për vetën tonë. Për shkak se nuk e njohim vetën tonë. Nuk punojmë për të mirën tonë. Me një fjalë, nuk e dëgjojmë Zotin tonë. Allah flet shumë bukur të ndëruar vëllezër motra. Wallahi, Allah flet drejt, flet vërtetën për të mirën tonë. E kam përmendur shumë herë. Dhe kjo duhet të jetë një bindje pa kontestueshme për neve se Allahu është ai që na thret në rrugën e drejtë. Nuk i duhemi ne Allahut azza wa jall. Përmirësimi jon nuk e fuqizon Allahun xhallahu ala, nuk i bën ner Allahut te barekuhu teala. Dobësimi jon nuk e dobëson Zotin xhallahu ala. Është çështje jona. Nëse jemi të fortë, ja dalim betejë, shpëtojmë, garantojmë xhenetin. Tëra këto qëndron. Jemi të dobët, betejë humbim nga sa armiku pastaj ka e përsin ndaj neve. Në mposhtë në betejën e jetës, edhe mposhtemi pastaj në betejën e ahiretit. Për shkak se betejë e ahiretit dhe për ahiretin zhvillohet në dunjë. Këtu, në ahiret atje, ditën e gjykimit, veç rezultatet i kuptojmë. Atje na kuptohet rezultati i betejës. Nëse betejë këtu zhvillohet. Dhe për këtë betejë kemi kohë të kufizuar, të limituar deri në vdekje. Dhe ne duhet me fitu para vdekjes. Ku me fillu pra? Çfarë të bëjmë? Fillon nga vetja jote. Fillon nga vetja jote. E si me njoh veten? Si me njoh veten? Ka mënyra me njoh veten. Dietar kanë përmendur si me njoh veten. Ka burime të rëndësishme përmes të cilave ne njohim veten tonë. Dhe në momentin kur e njohim veten tonë, duhet ta trajtojmë vetveten. Si me trajtu? Të mirat, me i kultivu dhe me i rrit. Likësit e vesët, me i largu dhe me i dobësu dhe me eliminu. Edhe për këtë kallëzime, si ndodhë, do të flasim për ta. Por fillim një prezdim i përgjithshëm për vetën tonë, kush jemi ne? Çfarë janë anë armiqësore e brendshme jona që duhet ta bëjmë lojale ndaj vetvetes? Pse më ja leju që pjesë jonë e brendshme, në vend që të jetë lojale ndaj zemrës, të jetë lojale ndaj shejtanit. Pse? Pse të ketë nefsi lojalitet ndaj shejtanit? Pse? Hajde ta bëjmë lojale ndaj zemrës. E rrugtimi fillon duke njohur vetveten. Burimi kryesor i vetes tonë, kush jemi ne, çatin anët negative të errta tek ne, që duhet jemi të kujdesshëm, ta pastrojmë veten, ta pastrojmë shpirtin tonë. Nga këto vese, burimi esencial dhe bazik për njohjen e vetvetes është Kurani dhe suneti i pejgamberit alayhi sallam. Shpallë Allah azza wa jall. Ala ya'lamu man khalaq? Si nuk dinë që na ka krijuar. A e din më së miri kush jemi ne? Allahu e din më së miri kush jemi ne. Prandaj lexon Kur'an çka Allah thot për njerin. Edhe në aspektin e vlerësimit dhe përsis, por edhe në aspektin e qortimit dhe kritikës që Allah flet për njerin. Kush është njeri? Është ky. Kush ku jeti?
Lexoj cilësit e liga, lexoj për shembujt e njerëzve të ligë në Kur'an, e sheh ti ku je, sa ke hise ti në ato ligësi që ata i kanë pas. Sinqerisht duhet mi u qasë o çështje. Me vërtetësi të plotë dhe për kushtim, para zero, me njoh vetveten. E një vetveten edhe nga përkim me njerëz, pa u fërkuar me njerëz, pa u përzim me njerëz, nuk e din sa i durushëm, nuk e din sa ke mendjemallësi, nuk e din sa ke vetpëlqim, nuk e din sa ke ignorancë, sa ke arrogancë, nuk e din kush faqen këto. Kur me njerëz përzihesh. Edhe kur kupton, me njerëz është natyr. Këto nuk ose që duhet. Andaj duhet me njoh vetveten. Madje nga njerëz që na kundërshtojnë e njoh vetveten. Ata çortojnë, kritikojnë, mos refuzoj çdo kritik, mos refuzoj çdo çortim. Merë si këshill. Aja që është e vërtetë pranoje, aja që nuk është e vërtetë refuzoj. Kaq. Mirë, po jo çdo kritik që dikush na jap themi, nuk ka që ashtu. Jo pse e kemi analizuar. Për shkak se egoja nuk pranon të çortohet, egoja. E mos lejo me njerëz me komuniku me ego. Po me njerëz komunikoj me sinqeritet, me njerëz komunikoj me pastërti shpirtërore, pranoj këshillat, e shpifjet lej anash, e akuzat lej anash. Njerëz që burim i rëndësishëm i njohjes së vetvetes, pa ata nuk e dim kush jemi. Vetë me tu nuk e din sa e bujar, vetë kur je, nuk e din sa e koprac. Andaj ta njohim veten tonë. Këto janë disa burime përmes të cilave ne e njohim veten tonë. Meditimi është një mënyrë e njohjes së vetes tonë. Ku jemi me këtë çështje? Që filoni sa i guximshëm, që ai sa bujar, ku jeti me këtë çështje? Për me shembujt mirë e një veten, modeleve e një veten. Prandaj duhet ta njohim veten të ndërrosh shkuas. Njëri kur e kupton këtë çështje është se sa likësia mund të mblidhet brenda njeriu është habitshme, sinqerisht. Sinqerisht. Prandaj njeriu ka prirje të brendshme që të jetë nga njerëz më devotshëm, edhe ka prirje të brendshme që të jetë nga njerëzit më të ligë mundshëm. Në Kur'an si shembull i keq i njeriu të ligë përmendet faraoni, i cili ka bërë zullum, ka vrarë njerëz, ka uzurpuar pasuri, madje ka pretenduar se është Zoti, ka qenë mendje madh, ka refuzuar të vërtetën. Por e analizojnë faraonin, atje me kuptu se faraoni nuk ka qenë njeri. Se njeri nuk mund me kun ka qenë keq. Nuk mund shme thonë, njeri ka qenë. Mos ka pasur diçka të veçantë të instaluar brenda vetës që ka mu kaq të keq, e nëse kemi atë. Jo s'është e vërtetë. Krejt që ka pasur ai kemi edhe ne. Që i fatkeqësisht i ka kultivuar likësit, i ka përparësi egos së tij. Dhe ka dashur egoja e tij të dominon mbi të gjithë, madje duke përdorur sa Zoti. Përmes egos, përmes vetvetes së kalbur, përmes vetvetes së mposhtur nga likësit, fatkeqësisht, që si ka luftu fare, asumon më të fare, jo a e ka luftu të mirën, dërsa e ka përhot keqen. A mund këtë njeriu situata kur mund tjetë si faraoni? Mund tjetë, qësh jo. A e nefës është perfid, është bela, dhe sheri ti manifestohet në forma ndryshme. Por e që duhet të them është se kemi prirje të brendshme që t'jemi shumë të këqij. Dhe kemi prirje të brendshme t'jemi shumë mirë. Përmes betejës së përmendur, përmes pozicionimit të duhur dhe rrështimit të duhur dhe goditjes në drejtim të duhur, ne e kultivojmë të mirën dhe e mposhtim të keqen. Ka mundësi dikush të ndryruar shikues fatkeqësisht mund të rreshtohet gabimisht. Dhe krejt mundi ti tjetë në shërbim të përgjësimit të faraonit. Shtë keqe. Jeta ati realisht i kontribon arrogancës, i kontribon kooperacisë, i kontribon mendjemallësisë. Vetja ati. Për këtë arsye pejgamberi ka bëu dua që Allah më ruaj nga keqja e vetvetes.
Ase njeriu sinqerisht me egon e tij mund të arrijë në shkallë serioze të shkatrimit dhe dëgjënimit. Kërë Allah që ka tha në Kur'an, e farajte men ittakhadha ilahahu hawa, e ke pati atë i cili e ka marrë egon, epshin e tij për Zot, subhanallah. Me adhuru epshin? Po e adhuron, e bën si Zoti. Gjelle Gjelalu Allah në rujtë. E bën si Zoti. Njëriu përmes liksive të tij i bën keq tjerëve. Çka tha pejgamberi alayhi sallam? A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Tha pejgamberi, o Allah, më ruaj nga e keqja e vetës time, nga e keqja që buron nga unë, dhe nga e keqja e shejtanit dhe kurthave të tij dhe shirkut të tij, tendencave të tij që të ma prish besimin. Këto dyja janë sherri. Çka nëse nuk e nalim këtë sherr? Andaj Allahu xhallahu e ka mësuar pejgamberin se kjo sjell në dy sherrë të tilla të mëdha. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Dhe i bëj pastaj vetes keq apo e dëmtoj edhe vllahun tim musliman. Në çdo të keqe që sjell vetvetes për shkak të nefsit. Dhe çdo të keqe që shkaktojmë dikujt, çdo dhimbje që dikujt e shkaktojmë për shkak të nefsit. Nefsi kërkon hakmarrje, nefsi kërkon dominim, nefsi kërkon epërsi, nefsi kërkon me përbuz, me shkel tjetrin. Nëse nuk e shkel të nefsin tën, me te ki me shkel tjetrin. Nëse nuk e ndal nefsin tën, a i ka me godit tjetrin, e ka me shkaktu dëme. Dhe kjo është më rëndësi me kuptu të nefsi unë. është armik, është i rebeluar, e që duhet me drejtu. Pra kjo është armiku i parë, kjo belaja kryesore. E armiku me madhës shejtani. Ma belaja vjen për që nefsi. Kjo ego, që e përmana në ajetën, hadith, dhe një që fa drejgjë mund të vije. Djetari kam përmbledh disa manifestime kryesore të së keqes që buron nga egoja njeriut. Ka shumë të këqija që kja sjell. Po nga ato më të përmend disa për tyne për shembull. Nga e keqja e egos, edhe arsyeja pse e luftojmë këtë ego, pse jemi në betejë me të është se jap përparësi gjithmonë kënaqësisë, edhe pse mund të jetë haram, dhe adhurimit të Allahut mënduar. Egoja e njerit nuk e don adhurimin. Nga se kupton adhurimin. Edhe s'është e kërkuar nga egoja, nga epshi me kuptu adhurimin. Adhurimin e kupton zemra. Atje o besimi, aja është kryesorja. Po kur zemra nuk është e fuqishme për betej, atëre normal që epshi dominon. E epshi kur dominon, çka ndodh? Gjithmonë ia përparësi kënaqësisë, argëtimit, lezetit, asaj që është e këndshme e shishme, po s'ban, nuk ka rregull, s'pyet për këto çështje. Dhe këtu është sekreti i sherrit nefsit. Nga se për një kënaqësi na prish me Zotin. Për një epsh na çon në xhenem. Allah na ruaj. Nuk duhet me luftua? A kuptuat ku mshefet problemi këtij nefsi? Gjithashtu, nga problemi me nefsin është se nefsi nuk lejon që njeriu me analizu gjendjen e tij, e habit. Andaj synon me imponu tek njeriu gjendjen e quajtur gafle. Zemra e përgjumur. Kur nefsi është dominant, kur nefsi fiton betejë, atëherë e përgjum zemrën. Zemra e përgjumur pastaj ja lejon nefsi që me marrë vendime. Nga ato është arsyetimi i mëkatimit. Normal, e keqja është që kaq mund me ditë nga përgjumja, nuk më i melon. Kam arsye, jam në një mes, koha, rinia, kjo, gjenë arsye caktuara. Arsyetimi i mëkatimit
Dhe arsyetimi i përlongimit, i shtyrjes së adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala është nga tiparet e nefsit, i cili duhet luftuar. Duhet luftuar. Për këtë arsye duhet me luftu. Ka njerëz për shkak që nuk e fal namazin. E bën një mëkat caktuar. Ka motra ato që janë të mbuluar. Ka dikush që i bën dikujt zullum, e kështu me radhë. Çka thot? E di bre, po kismet inshallah. E ku bën një Ramazan nash, e ku bën një që ky prolongim i vazhdueshëm. Apo është tregues se betejë me nefsin nuk po shkon në favor të zemrës. Nuk po shkon në favor të zemrës. Andaj ne duhet të luftojmë këtë nefs për shkak se i përmbys kuptimet e zemrës dhe pastaj e shtyn të mirën dhe e arsyeton të keqen. Dhe e treta, pse duhet me luftu nefsin? Për shkak se është aleat besnik i shejtanit. Po të mos ishte aleanca e nefsit me shejtanin, shejtani kështë me pas shumë vështirë me depërtu me cytje dhe vështirë të afrohet tek ne. Ama ai që mundson afrim dhe i tregon dobësitë e njerit është nefsi. E shejtani përmes kësaj pastaj përmes këtij raportimi tek këtij spiuni, tek këtij tradhari depërton tek njeriu me cytjet e tij dhe me intrigat e mashtrimet e tij. Kë mund duket imagjinare, çysh kjo, çysh. Kuptoj që është thopton. Kështu Zoti ka folur në Kur'an. Këtë Allah na ka mësuar. Prandaj ne duhet nefs me luftu. Për shkak se po nuk e luftuam, ne azavëson Zotin. Ne azavëson adhurimin. Madje ne azavëson edhe xhenetin në dunjë e na mashtron. E shumë tjera që burojnë nga e keqja e nefsit. Është perfid, i fshehur dhe i rrezikshëm. Prandaj duhet me e njoft mirë, sikur se përmana, dhe me e luftu. Për me e njoft e kuptuam si me e njoft. Armiqsinë e kuptuam dhe arsyeshmërinë e luftimit e kuptuam, na mbet që të flasim inshallah në të ardhmen për mënyrat e luftimit të vetvetes dhe disiplinimit të egos që të jetë lojal ndaj zemrës e jo ndaj shejtanit. Allah na ruaj nga e keqja e nefsit ton dhe punëve të këqija që dalin nga ky domenim i nefsit mbi zemrën tonë.